Përshëndetje, kudo që jeni shqiptar, bashkëbetar. Sapo jam kthyer nga një udhëtim i të bukur nga Turqia, nga Kapadoqia, në të cilën përjetova për 6 ditë, ditë për ditë, mrekulli të vogla dhe të mëdha. Gjëra magjike, gjëra që shpeshherë i shikojmë nëpër filma dhe nuk mund t'i mendojmë që mund t'i realizojmë. Akoma dhe ajo shëtitja në qiell me ato balonat, duke qenë 36 veta në një kosh dhe të qëndrosh në lartësi. Tëra të bukurinë, lumturinë, sa u mundova kam nxjerrë dhe fotografi ta përcjell. Po atë që dua të përcjell sot nga Greqia, kam arritur mbrëm, është ndryshimi dhe festimin e ditëlindjes atje dhe ndryshimin e energjisë. Unë si merit, si grua, se ishte edhe dita e 8 marsit që festua atje dhe ditëlindja ime në të njëjtën kohë. Për të gjitha këto, do flasim ditën e enjte në orën 8 me orën e Shqipërisë në darkë, ndërmjet platformës Zoom, të ndajmë të gjitha këto mrekulli së bashku, po mbi të gjitha do flasim për të drejtat e gruas dhe si ti grua të arrish të marrësh të drejtat tënde mbrapsht dhe si të sillesh që këtu e tutje, që të jetosh, të gëzosh, të lumturosh dhe të realizosh dhe edhe ti dëshira, ashtu si ato dëshirat që kanë qenë timet. Çdo gjë mund të bëhet kur ti përqendrohesh tek vetja jote, kur punon me veten tënde. Jam meritacake, mentore, shkrimtare, terapiste energjetike dhe jam këtu të të udhëheq për zhvillimin personal dhe kolektiv, përzimin kolektiv dhe të mësoj me hapa të lehtë rrugën drejt lumturisë dhe drejt vetes tënde. Dhe dua të të them që asgjë nuk mund të bëhet nëse ti nuk vendos të bësh ndryshimin tënd. Ju dua shumë, ju përshëndes. Kërkoni link për të hentet në darkë, në platformën Zoom, sepse do flasim dhe për të drejtat, si të sillemi me njerëzit, me veten tonë, me burrat, me familjarët tanë, dhe gjithashtu do flasim dhe për talentet tuaja dhe të fëmijëve. Ju përshëndes.